Në thellësitë e historisë së Ballkanit, ekziston një pyetje që vazhdon të ndezë debate të forta mes studiuesve dhe historianëve. Një pyetje që lidhet jo vetëm me të kaluarën, por edhe me identitetin e një populli të tërë. A janë shqiptarët pasardhës të ilirianëve, një popull i lashtë që jetonte në këto toka shumë përpara se të shfaqeshin fuqitë e mëdha të botës antike? Për të kuptuar këtë mister, duhet të kthehemi mijëra vite pas në kohë, në një epokë kur Ballkani ishte një mozaik fisesh dhe kulturash të ndryshme. Në atë kohë, territori që sot njihet si Shqipëri dhe zonat përreth, ishte i banuar nga një grup fisnor i njohur si Ilirët. Ata nuk formonin një shtet të vetëm, por një bashkësi fisesh me zakone, tradita dhe mënyra jetese të ngjashme. Ilirët përmenden nga autor të lashtë si një popull luftarak dhe i fortë, i lidhur ngushtë me tokën dhe detin. Ata jetonin në një territor të gjerë që shtrihej përgjatë brigjeve të Adriatikut dhe më thellë në brendësi të Ballkanit. Për shumë kohë, ata ishin një forcë e rëndësishme në rajon, duke kontrolluar rrugë tregtare dhe zona strategjike. Megjithatë, ndryshe nga qytetërimet e tjera si grekët apo romakët, ilirët nuk lanë pas një trashëgimi të madhe të shkruar. Kjo mungesë burimesh direkte e bën shumë më të vështirë për historianët të rindërtojnë historinë e tyre me saktësi. Shumë nga ajo që dim për ta vjen nga shkrimet e kundërshtarëve të tyre, kryesisht romak dhe grek. Kjo krijon një problem të madh. A mund t'i besojmë këtyre burimeve, apo ato janë të ndikuara nga propaganda e pushtuesve? Kjo është një nga arsyet pse historia e ilirëve mbetet e mbuluar me mjegull. Një nga elementet më të rëndësishëm në këtë debat është gjuha. Gjuha shqipe është unike në familjen e gjuhëve indo-evropiare dhe nuk lidhet me asnjë gjuhë tjetër moderne. Disa studiues besojnë se mund të jetë një vazhdim i një gjuhe ilire, por problemi është se gjuha ilire është pothuajse e panjohur. Janë gjetur vetëm disa emra vendesh që mendohet se janë ilirë, por nuk mjafton për të rindërtuar një gjuhë të plotë. Pa një bazë të fortë krahasimi, është vështirë të provohet lidhja direkte mes shqipes dhe ilirishtes. Kjo e bën këtë teori të mundshme, por jo të provuar. Gërmimet në Shqipëri dhe në zonat përreth kanë zbuluar vendbanime të lashta që tregojnë një vazhdimsi të jetës nga periudha ilire deri në mesjet. Kjo sugjeron se popullsia nuk është zhdukur, por ka evoluar me kalimin e kohës. Megjithatë, nuk është një provë drejt për vazhdimsi etnike. Një territor mund të banohet nga popuj të ndryshëm gjatë historisë. Prandaj, ndërsa arkeologjia mbështet idenë e një pranie të vazhdueshme, nuk mund të konfirmojë identitetin e saktë të popullsisë. Një moment vendimtar në historinë e ilirëve ishte përballja me Romën. Në zgjerimin e saj të pandalshëm, u përplas me fiset ilire dhe i pushtoi ato. Ky pushtim solli ndryshime të mëdha politike, kulturore dhe shoqërore në rajon. Shumë ilirë u integruan në strukturat romake, duke marrë gjuhën, kulturën dhe mënyrën e jetesës së tyre. Të tjerë u zhvendosën ose u asimiluan. Kjo periudhë shënon një pikë these që e bën më të vështirë ndjekjen e vazhdimësisë së drejtë për drejtë. Megjithatë, historia nuk përfundon këtu. Pas rënies së perandorisë romake, Ballkani përjetoi një seri migrimesh dhe ndryshimesh të mëdha. Popuj të rinj erdhën dhe u vendosën në këto toka, duke krijuar një përzierje të ndërlikuar etnike dhe kulturore. Në këtë kaos historik, lind pyetja: a mbjetoi një pjesë e popullsisë ilire dhe u shndrua gradualisht në atë që sot njohim si shqiptar? Apo shqiptarët janë rezultati një përzierjeje më të gjerë popujsh që jetuan në këtë territor? Debati vazhdon edhe sot. Disa studiues mbështesin fort teorinë e vazhdimësisë ilire, duke theksuar element të gjuhës dhe kulturës. Të tjerë janë më skeptik, duke kërkuar prova më të forta dhe duke sugjeruar origjinë më komplekse. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm nëse shqiptarët janë pasardhës të ilirëve. Ndoshta pyetja e vërtet është se çfarë do të thotë kjo për identitetin dhe historinë e tyre.
Në përpjekje për të kuptuar origjinën e shqiptarëve, studiuesit janë kthyer shpesh tek një element që rrallë gënjen, kultura. Traditat, zakonet dhe mënyra jetesës janë më rezistente ndaj ndryshimeve se sa kufijt. Shumë zona të Shqipërisë dhe Ballkanit, element të jetës kanë rrënjë shumë të thella në kohë. Disa prej këtyre elementve përfshin mënyrën e organizimit fisnor, kodet e nderit dhe lidhjen e fortë me territorin. Këto karakteristika janë përmendur edhe për ilirët nga autorët e lashtë. Është e rëndësishme të kuptohet se ngjashmëritë kulturore nuk janë gjithmonë prova të drejtë për drejta. Një tjetër fushë që ka marrë vëmendje në dekadat e fundit është gjenetika. Studimet moderne të ADN-s kanë hapur mundësi të reja. Disa rezultate tregojnë një vazhdimsi të popullsisë në rajon. Gjenetika mund të tregojë lidhje biologjike, por nuk mund të përcaktojë identitetin kulturor apo gjuhësor. Kjo e bën edhe më të vështirë përgjigjen e saktë për origjinën. Disa studiues kanë propozuar teori alternative. Një prej tyre sugjeron se shqiptarët mund të kenë lidhje me popullsi të tjera të Ballkanit, si trakët apo dakët. Këto teori përpiqen të shpjegojnë boshllëqet në provat historike dhe gjuhësore, por nuk kanë mbështetje të mjaftueshme për të zvendësuar plotësisht teorinë ilire. Element interesant është qëndrueshmëria e gjuhës shqipe në një rajon që ka përjetuar pushtime dhe ndikime të huaja. Ndryshe nga shumë popuj të tjerë që kanë humbur gjuhën e tyre origjinale, shqiptarët kanë ruajtur një gjuhë të veçantë. Kjo është një nga arsyet pse shumë studiues e konsiderojnë shqipen si një dëshmi të fortë të vazhdimësisë. Mungesa e dokumenteve të shkruara nga ilirët mbetet një pengesë e madhe. Pa tekste të drejtë për drejta, çdo lidhje mbetet e bazuar në interpretim dhe krahasim. Gjatë mesjetës, shqiptarët fillojnë të shfaqen më qartë në burimet historike me emrin që njohim sot. Ky moment është i rëndësishëm sepse tregon një vazhdimsi të pranisë, por nuk jep përgjigje të qartë për atë që ndodhi në periudhat e mëparshme. Disa historian argumentojnë se popullsia lokale ndryshoi emërtimin me kalimin e kohës. Të tjerë sugjerojnë se proceset e migrimit dhe përzierjes kanë luajtur një rol në formimin e identitetit shqiptar. E vërteta mund të jetë një kombinim i të dyjave. Një tjetër aspekt që shpesh diskutohet është roli i ndikimeve të jashtme. Territori shqiptar ka qenë në ndikimin e fuqive të ndryshme, përfshirë Roman Empire dhe më vonë perandorinë bizantine dhe osmane. Këto ndikime kanë lënë gjurmë në kulturë, gjuhë dhe organizim shoqëror. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndikimeve, një identitet i veçantë shqiptar ka arritur të mbijetojë. Kjo rezistencë kulturore është një nga elementët më të fortë që mbështet idenë e një vazhdimësie të thellë historike. Në fundit, pyetja për origjinën nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Historia nuk është një vije drejt, por një rrjet kompleks ngjarjesh, ndikimesh dhe transformimesh. Çdo teori sjell një pjesë të së vërtetës, por asnjëra nuk e përmban atë plotësisht. A janë shqiptarët pasardhës të ilirëve? Shumë gjasa po në një farë mase. Por gjithashtu është e mundur që ata të jenë rezultati një përzierjeje më të gjerë historike që ka ndodhur gjatë mijëra viteve. Kjo nuk e zvoglon rëndësinë e historisë ilire. Përkundrazi, e bën atë edhe më interesante, sepse tregon se historia e një populli nuk është kurrë e thjeshtë, por gjithmonë e pasur dhe e shumanshme. Dhe ndoshta kjo është ajo që e bën këtë pyetje kaq të rëndësishme. Jo vetëm për të zbuluar të kaluarën, por për të kuptuar më mirë të tashmen dhe për të ndërtuar të ardhmen.